Mysafir livestream vetëm për ju. Shumë shpejt në studio Mysafiri I keni durim ja vlen radio juaj. Në këtë rast kemi njeriu pra që me të vërtet I ka mbështet shumë njerëz, ka pas mbështetje, edhe janë ku janë sot një kompani shumë e madhe, serioze, një kompani shumë e njoftun, një kompani atraktive faktikisht në Norvegji, shumica për ju e keni pa ashta emrin, por nuk e dini që pronar janë shqiptar. Sonte me ne Drilon Gashi, është pronari I kompanisë me shumë firma që janë një mas një, Artea AS Norge. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Mirëmbrëma nga ana ime Drilon, mirë se je sonte me neve mysafir në studion e Linjës. Moti në Norvegji, do të na tregosh për biografinë, po hera parë studion e Linjës. E dim që ke qenë pjesë e organizimeve e aktivitete ndryshme që I kanë bërë shqiptar këtu, por mas shumë ti që na gëzon neve që jeni sipërmarrës. Një udhëhec I mirë, një pronar I mirë I kompanisë Artea, që do të flas më tepër ndoshta edhe për ato shtesë që I ke rreth për çfarë kompanisë e punë me tua. Drilon, ne si zakonisht kur e kemi musafirin për herë të parë në studio, kemi dëshirë pra të dim pak se kush është, prej kajt vjen, kështu në sekvenca të shkurta në disa sekonda, të njoftohemi se kush është Driloni. Po, unë jam Drilon Gashi, 42 vjeçar, nga Kosova, saktësisht Drenica, fshati Kopileqi Poshtëm, komuna Skënderajit. Jam në Norvegji që nga 99, domethënë lufta, dhe kom punu domethënë me këtë zanot që nga 99, kur jam marrë dhe gjatë pushimeve, pas shkollës, me prindin, me babain domethënë. Edhe kështu ka linda ja pasioni I parë për punën se tash domethënë ne kemi zhvilluar tek një kompani më serioze që është një ndër lider në tregun e ndërmetarisë domethënë kur ta puna e përpunimit sipërfaqe. Kjo sipërmarrja juaj me emrin si kur e ceka edhe më herët Artea, është në Oslo, më ka se li në Oslo, po punët e juve janë gjitha nej. Po, është ose Oslo është domethënë baza, kemi zyrën tek Alna në Oslo, dhe so ne veprojmë një pjesë shumë të mëdha të rrethinës të Oslos. Gjithashtu edhe në për vende tjera ku ka ndonjë projekt që është shumë interesant për neve, është si për shembull kemi kënë Kristiansund kemi bërë Opera House aty. Ka qenë diçka interesante me pjesë e një projekti kaq rëndësishëm për komunitetin e qytetit. Po mirë, Drilon, ne tash qysh kemi marrë pak prej informata ndryshme që Artea është diku në 150 motiverte arbeidsglade madre që thojnë, po edhe ma shumë. Kjo është domethënë është baza, e pastaj normal që rritet numri edhe ma shumë se 200. Mas pari, du me falëndëru edhe babin që në kohën 92-93 ato vitet atje, që ka punu në Radio Rilindje, e falëndërojmë shumë pra që e ka pasat pasionin, ku I ka lexuar lajmet edhe I ka përgatit lajmet, edhe përshëndesim shumë aty ku është momentalisht që tash, edhe me sigurisht do ta kemi një ditë në studio këtu dhe do të bisedojmë për kohën e ateshme. Po është interesant cili është motivimi, për shembull ai frymëzimi që të shtyri ty me fillu në këtë lami. Po, është motivimi, domethënë është ajo dashnia se e kum marrë qysh në fillimet e mia ku kum punu bashkë me prindin. Është ajo pjesa kur e kum pasë ne me dukë tonë në realitet me bë diçka shumë të interesant për edhe si e shef një rezultat një diçka estetike pasi që ti arrin e kryen një projekt.
kjo ka qenë aja, domethënë, motivimi si ka edhe pasioni si ti ke pas me vete. Pastaj kur ti merr një projekt edhe e transmeton komplet në diçka tjetër, se është shumë e mirë, si vinë edhe më klienti, përdorues e objektit, edhe janë shumë të kënaqur me ato që ti ke bën, ke të bën pastaj me motivu veten, edhe me motivu se gjithashtu edhe ekipet për mujt me arrit prapë edhe rezultate më të larta. Bravo. Kjo ka qenë ajo. Kjo ishte ajo për motivi juaj personal për të arritur qëllimet tuaja në kompani, po si motivoni ju punonësit tuaj, ndoshta keni edhe plus shtesë. Po, herëve shumicën e rasteve i di kompanitë si ju që jeni, tash jeni një kompani mjaft prestigioze dhe ja keni arritur qëllimin që keni dashur. Po si është kjo puna e motivimit punëtorëve tash, sepse në shumicën e rasteve i ke shumë shqiptar plus punëtor, do të kthehemi edhe tek ajo se sa është ajo mundësia ju si udhëhec i kompanisë, edhe ju që jeni lider tash ke thet ku jemi na këtu sidomos në Oslo me radhin për t'ja bë më lehtë punën punëtorëve tu. Është shumë e rëndësishme, punëtorët janë domethënë aseti më i rëndësishëm i kompanive, sidomos kompanive që janë brenda sektorit ndërtimtarisë, bojagjisë, dysheme pllakagji ose me çfarë do që ti një kompani merret, është pjesa e fuqisë punëtore, e cila është shumë e rëndësishme. Për atë arsye na për shembull punojmë shumë në motivimin e ekipeve, na punojmë shumë në ekipe, punojmë çdo herë për me rekrutu, domthonë me ngrit në profesion në ato se bojnë, është shumë rëndësi me jap besim punëtorit, është shumë rëndësi me jap hapësirë për veprim, edhe hapësirë për me ngrit vetveten. Kjo është një ndër ato motivimet kryesore që ne në realitet i praktikojmë në Arteja çdo herë për me mujt me pas kuadra se janë të gatshme për me përshtat tregut edhe me kënë çdo herë në trend me atë që na pret në treg. Po që ajo është ajo e mira, për shembull që njeriu duhet me qenë treg këtë kohën që edhe për me mbijetu, edhe ajo është lufta e këtë kohës kvalitetit, kohës e gjitha ato. E përmendë pak më herët disa projekte që keni bë, cilat janë për shembull konkret shembuj projekteve që keni realizu, që janë me emën, se na i dim, po kem qef me ndim. Janë shumë, domethënë ne kemi me qindra projekte, domethënë se janë shtetëror, komunal, nga fylket, domethënë rajonal, edhe disa prej tyre janë shumë të rëndësishme, sikur në Ny National Museum ose në Muzeumin Nacional në Rëgjedh, që është tash në Brygge, po. Kemi Deichmansk bibliotekë, ose kjo biblioteka e reja Deichmansk bibliotekë te Barkod. Është një pjesë e Barkodit. Po një pjesë e Barkodit është realizuar pe neve, edhe domethënë edhe me edhe dyshemet, edhe muret, domethënë çka do të bënë brenda ngjyra, bojra të ndryshme, ngjyra të ndryshme, edhe nivelizime të tokave, tepive ndryshme, vinyleve, linolumeve ndryshme, po. Po, se kemi shumë nuk ka është se puna e bojaxhive, këto të boja po ngjyrosjes mureve dhe bësh. Aja vetëm një degë vogël aso që na finishi, gjithë ato punë më të mëdha që janë. Po si arrini ti menaxhoni gjithë këto punë, altë këto projekte të mëdha se goxha sfituese, sidomos në shtetin norvegjez, një shtet për shembull që kërkon standarde, kërkon cilësi. Është e rëndësishme me kjo bëhet pyetje personale për ty se kjo goxha ngarkesë në kryen tonë për me këto punëve. Jo, është kjo në realitet për mua dhe për ekipin tim, si më thonë se janë përgjegjësitë janë deleguar tek ne, edhe kemi shumë udhëhec projekt menaxher që kanë ndon punë si duhet. Po, si janë dedikuar. Jo, janë dedikuar për me bon projektin, për me përcjell projektin, për me kënë më shumë serioz. Është shumë e rëndësishme serioziteti në punë, shumë e rëndësishme siguria në objekt. Pastaj kvaliteti është shumë është një ndër domethënë ky pikat rëndësia kryesore është siguria edhe
cilëtetin në projekt. Po, sidomos siguria, se edhe këtë shet këtu bëhet shumë, domethënë Po këtu janë siguria më kanë serioz, është shumë rëndësi për shkak se në tregu i ndërtimtarisë ka qenë jo serioz niku shumë gjatë. Po ke pas raste më herët për shembull kur i kem pas kompanitë polake në Norvegji edhe ne dim se ato i kanë ngra pak si paushall punëve në atë. Po ka qenë 2004 kur u fut domethënë Polonia në Bashkimin Evropian, atëherë ka qenë një kaos i vërtetë kur janë ardhur. Kjo na ka bën neve për më dallu pastaj me luftu me kanë çdo herë serioz, më kanë çdo herë është e rëndësishme se ti me kanë ajo zgjedhja serioze e klientit i cili po. E po mirë, kjo ajo që tha me tushë shumë mirë edhe për sigurinë, do me thonë, ne dim që kemi shumë firma shqiptare në Norvegji këtu dhe punojnë, mundohen me arritim i bo ato, po puna normal që në ditë pak durim edhe në ditë vjen deri te ajo, për shembull edhe bosh edhe ti arteja. Cila është siguria edhe çfarë masash merrni për sigurinë që e kënaq klientin për shembull në cilësinë e punës? Po ne punojmë shumë, domethënë ju përkushtojmë shumë punës në ekip. Kur ne morëm një projekt edhe morëm për detyrë me realizu një projekt, atëherë dedikohet komplet një ekip profesionalisht, qysh nga projekt managjeri, është krye punëtori, edhe team leader domethënë, edhe janë edhe vetë punëtorët profesionalista në ato fusha se na veprojna. Kjo neve na bën në realitet me punu çdo herë me kvalitet, me siguri, jemi kvalifikuar për çdo punë, si punë largësi ose punë me rrezikshmëri të zjarrit lart për nëse bëjmë punë me vinyle ose me këto gjëra tjera, jemi domosdoshmë të kvalifikuar në çdo aspekt në tanant. Ajo është një ndër rëndësitë kryesore, edhe siguria në punë. Po këtu punojnë shumë janë të përkushtuar shumë për me pas asnjë lloj aksident ose. Atëherë derisa po flasim për këtë punë menaxherale, domethënë më kryesore që janë si trajnohen, si ja mundsoni ju një punëtorit ju si punonës që tjeta i përgatitën kur të futet në punë ti din si ato arsyet e rrezikshmërisë në zjarre, rami nga skelet, apo punë domosdoshmë rrezikshmëria që do të jetë nivel, apo isën ato me kurse të ndryshme, jo vetëm se vesh mbathjes që është si të ne në realitet i trajnojmë me kurse ndryshme, sipas janë edhe rregulloret brenda lëmis tonë, në cilat përcakton cilat kurse, certifikata do të jesh i përgatitur me marr si kompani edhe mi trajnu të gjitha ekipin ose një pjesë të ekipit. Ne kemi domethënë jemi të përgatitur shumë në të fushë, kemi certifikata për skele, për zjarre, fix, për se themi shëndetin dhe ambientin ajo puna aty HMS-it domosdoshmë që ka Norvegjia për mbrojtjen e shëndetit, mjedisit, edhe domethënë punëtorit, janë disa kushte ndryshme që do të kryjnë, po ne e dim se është obligim në Norvegji tani, se pa të kartën domethënë po është karta po këto objektet ku punohet. Është shumë e rëndësishme, domethënë ato janë ajo pjesë e seriozitetit, ose komuna ose për shembull e ka një rregullore të veçantë për kërkesë, domethënë si janë një listë e tërë që detyron domethënë një përmbajt asaj nëse ti do je prekvalifikuar për me punu në për projektet e komunës. Kështu që ti para shumë i detyruar ti plotësosh gjitha kushtet dhe ti jesh i certifikuar për çdo kërkesë edhe në siguri po edhe në kvalitet, nëse ti do vazhdosh punosh seriozisht me objekte sidomos të mëdha si janë ose janë si komunat ose kompanitë të mëdha si AF, Skanska, Veidekke, këtu janë edhe për këtu ti nuk mundesh me bën se dush ti, është
me Rregullore. listë e gjatë. E gjatë ashtu po. E cila që ty du më përmbush çdo herë për mujt me kënd bashkëpunëtori tyne ose më kon ja, Ju zgjedh për shembull. partneri Po. tyne, për ndryshe i deklasun nga E po mirë, kjo e bën ato të vetën tash se në këtë kohë edhe teknologjia avancohet, edhe po avancohet. Trego pak ajo inovacioni edhe përdorimi i teknologjisë në punë. Qysh është? Është për ne është shumë e rëndësishme teknologjia në punë, është shumë e rëndësishme domethënë se si na e menaxhojmë kompaninë duke i përdorur shumë aplikacione ndryshme, të cilat neve na bojnë për shembull kemi shumë aplikacione të cilat i përdorim për detyra të caktuara. Ne kemi komplet domethënë health o sikkerhet si bën domethënë shëndeti, ambienti dhe siguria. Të gjitha janë dirigjune nëpërmjet aplikacioneve se cili punëtor tek ne ka domethënë çështje edhe ku ne e përcjellëm kvalitetin, e përcjellëm sigurinë punë, bëjmë vrejtjet e dura për mësimin të ardhmen, kemi statistikë ndryshme për me ditë ku jemi, çfarë po kemi përmirësime më të mira, ku jemi të bëj gabime më shumë që me mujt në të ardhmen me përmirësu. Është shumë e rëndësishme për neve, na punojmë në realitet shumë me digitalizimin. Jemi një ndër kompanitë e para, nëse ndoshta pej kompanive në gjyra, maler kompanive, cilat ne jemi komplet digitalizuar. Ne s'kemi nevojë me pas asnjë letër, asnjë vizatim, asnjë gjë. Ne na vjen vetëm telefoni, ose laptopi, ose iPad, edhe i bën gjitha gjërat komplet, çështjen e komplet projektit që nga fillimi deri në fund, me gjitha gjërat nëpërmjet në ekrani. Kjo na bën neve të veçantë, na bën efektiv, domethënë. Po, do të them Në shumicën e rasteve kërkohet edhe pak efikasiteti, se sa që e efektiv ju. Se nëse e merr një punë e mon 6 muaj, është keq për atë kompani që ka një banesë ndërtime sipër, keq edhe për ju se mbeteni me një projekt. Është numër ne është shumë nëse ti je ende i ngarkuar me letra, domethënë dhe nuk e përdor digitalizimin, nuk i përdor aplikacionet që janë sot shumë të lira në krahasim me punën që ato e bën për ty. Atëherë ti në realitet nuk ki kontroll mbi projektin, nuk ki kontroll mbi kvalitetin, mbi sigurinë punë, je shumë i ngadalshëm në gjona edhe kjo të bën si më s'buko konkurrent. Kështu që nëse një kompani perimet do të konkurron sot do të jetë aktor në treg, duhet patjetër më u përshtat teknologjisë smartphone-i më tej. Drilon tash ku jemi tek këto konkurenca dhe ju nuk jeni vetëm, ju ka shumë këto në Norvegji, po flasim për rastin me rrethin, sidomos ju ku punoni. Si ja dilni ju ta menaxhoni këtë punë, këtë kaos, se është një kaos i madh, me bëja gjithë ndryshëm për shembull, edhe punë të tjera që bëhen, sikur si ka kompania ju. Në realitet ne fokusohem tek cilësia, kvaliteti, tek kompetencët, domethënë kemi njerëz që janë të kualifikuar, punojmë shumë për të rekrutuar njerëz tonë, për të pasur gjithë ata kompetent në gjithë fushat që ne merrem, për me mujt me bas në konkurrencë jo vetëm në çmim, por të jemi më të mirë në cilësi, të jemi më të mirë në shërbim, të jemi bashkëpunëtor nga A-ja deri te Z-ja, se thojmë tek klienti jonë. Klienti e don një siguri që nga fillim, domethënë shumë para se ti të fillosh të merresh të japsh një ofertë, ai e don një lloj përcjellje, një konsultim i cili i jep siguri edhe normal kompetenca jonë, dija jonë, përvoja jonë është ajo e cila në realitet e bind edhe peshon shumë, më shumë ndoshta se sa çmimi në tjetër. Është shumë e rëndësi për një kompani me kanë kompetent në ato si bëhet. Edhe aja e ban pastaj shumë atlet me morë edhe një punë në krahasim me të tjerë. Juve tash në bazë të kompetencave, në bazë të punëve dhe arritjeve dhe gjitha të rezultateve që i keni treguar deri tani, i keni kompani që ju kërkojnë juve vetë, në realitet që ndërtojnë, edhe kanë nevojë për këtë fazën e punës juve që ju kryeni. Në realitet nuk marketohem ndryshe, ne marketingu jonë është produkti që ne e bëjmë. Edhe projektet cilat na kemi realizuar. Referencat tona janë gjonja kryesore e referencët
referimet tone. Po, a janë të reklama jonë më mira, edhe nëse njëri e bën një punë mirë, e bën një klient kënaqur, atëherë nduket se ajo është kënaqësia ose më e madhe se një njëri si unë se menaxher një kompani me 150 punëtor, është për mua ajo është më e rëndësishme. Kështu Po është interesant edhe këto që jemi përgatit pak për do pyetje, zakonisht shumicën e pyetjeve edhe veç përgjigjet janë dhonë që mos i përsëritem. Po vjen puna për shembull te garancioni, tash është ajo që kur përfundohet edhe dorëzohen projektet, si e garantoni cilësinë e punës edhe afroni garanci pas punës, për shembull 2-5 vjet ose në varet sa kalon koha. Ato janë tek ne si punojmë me B2B, domthonë biznes me biznes në anën marketin profesional, është rregulluar nëpërmjet standardit norvegjez. Domthonë është ne kemi 3 vjet biznes me biznes, 5 vjet ndaj klientëve privat, ose në tregun privat. Ato janë pjesë e përditshme. Një standard kështu. Po, është pjesë jone, por ne kemi një filozofi më të madhe si kaq. Ne në realitet nuk ne e bëjmë klientin të kënaqur shumë më herë se sa ne tikum nga ai projekt. Kështu që aty jemi. Kemi edhe një pyetje tjetër, patjetër do të parashtrojmë, nashte mund t'i gjejmë na gjitha këto në faqet e tua. Se ta vetë jemi digitalizuar, do të kërkojmë një herë pastaj faqen artea.noa, po se keni. Po derisa jeni emision këto, kemi pas dëshirë ta dimë edhe ne edhe për dëgjuesat ata që na ndjekin live këtu në emision. A keni disa prej atyre referencave të juve që i keni bërë prej punëve të bëme deri tash, që keni referencat e mira edhe për shembull si ka shku gjithë ajo punë për të arritur qëllimin, për të pasur referenca që kërkojnë njerëzit pastaj. Po në realitet kemi shumë pas projekte të ngjashme që keni arritur qëllimet, domethënë ne kemi referenca në shumë fusha. Unë kemi si për shembull është një projekt se kemi bërë është shumë interesant, është Peter Sordallin ka qenë investor aty, Hent ka qenë mbi këshyrsi. Nëse ne kemi qenë ata se kemi bërë pjesën e molerisë edhe për pjesën antikvaris domthonë, si vjen arkitektonike në molerisë, po se kemi kthy në kohën në atë fazën e mëparshme domthonë, në pjesë të objektit, në tjetrën pjesë të objektit e kemi bot domthonë 3. Është një hotel Somru kvartalet që quhet Somru Hotel. Është shumë interesant, ku janë disa restorane, disa bare, hotel shumë një ndër më luksoz në Skandinavi, ku kemi përdorur domosdoshmë tapeta mbi 12.000 metra katror. Nga kjo çka rezultati. Tepia me referenca shkruan këtu. Edhe aty kemi pas referenca shumë mira pe aty. Ne kemi aja na ka jap pastaj neve në hapësirë na hap dyert shumë për shumë projekte tjera ku janë të ngjashëm, si janë projekte me kritikë, domethënë nuk ka më pastaj çmimi aty, po është aftësia jote për me mund të realizue në projekt po ashtu. Kjo mirë, tash na folim për projektet mëdha, domethënë këto janë giga projekte që janë edhe koha e zgjatjes tyre nuk është 2-3 muaj, po është normal 2-3 vjet. Po a jeni edhe në atë nivelin për shembull për njerëz privat, ndonjë banesë, shtëpi ose kështu diçka? Në realitet si kompani nuk vizioni jonë është për kompanitë të mëdha, për me pas kontrata ndaj sektorit shtetëror, kompanive të mëdha se janë bikëqyse, edhe këtu rama aftallë si thonë ata shqip mirëmbajtje, kontrollore ku ne kemi arritur tash se fundi edhe kontrat me Avinor, domthonë me aeroportin e Asës, ku kemi kontrat 4 vjeçare për mirëmbajtjen e gjithë aeroportit. Ato kemi domthonë persona saktë mund se janë domthonë me gjuna edhe me të pisune me vinyl epoksit të bëjnë reparime ndërkohë se janë të nevojshme në aeroportit. Me një fjalë tash me ardhune me thonë Drilonit po du me qytë një banes, du na me prit një 4-5 vjetë, se nuk ka shans. Ne nuk bëjmë asnjë lloj marketingi ndaj sektorit privat, ka përjashtime çdo herë,
Që se anë një person që ne njohëm ose një njëri me rëndësi, a kemi një shembull të bëjë. Ishëm tash domethënë Kristian Sënd, kemi bën 3 projekte këto 2 vite e fundit. Njërën për aty në arsye pse shkoj të atje ishte një projekt që ishte Campus, është Campus Kristian Sënd, se ka realizuar komuna në bashkëpunim me Betonmast, është një ndër kompanitë gigantet norvegjeze për ndërtim. Edhe ishte komplet ndërtesa shumë e madhe, është ndërtuar me konstruksion druri komplet, është masiv 3 si themi këto në Norvegji. Aja ka qenë një lloj për neve ka qenë një signal në objekt shumë i mirë për referencat e una, edhe jemi shkuar atje, kemi bën ato, pastaj aja na ka sjell neve edhe opera house e përmenda më herët. Gjithashtu e kemi bën në përjashtim edhe kemi na ka ardhur si oferta, a keni mundësi të merrni punën vilën e Ule Gunnar Sulçar. Ato e kemi bërë normal, e kemi bën një vilë shumë e mirë. Më në Lexanieri edhe në për gazetën norvegjeze, domethënë VG këto tjera, edhe shef pak çfarë projekti shumë i mirë. Ato e kemi bën, por jemi shumë pak të angazhuar tek tregu privat, edhe tek tregu i sigurimeve, jemi domethënë nuk kemi pas ende fokus, edhe pse është një treg shumë i mirë se në të ardhmen mundëm me pas ato më të mirë një punë nga sigurimet, për shembull. Po se është shumë treg i sigurt. Nëse njëri bën një kontratë me një prej sigurimeve norvegjeze për me mbërmbajt ose me reagua aty ku është nevoja mbas një domi të ujit zjarrit ose kështu. Është shumë janë të orën sigurt edhe mundesh me pas një qëndrueshmëri shumë të madhe se sa ndërtarinë e re, në tregun e ndërtarisë të ri, është një problem se janë konventura, domethënë ulet edhe ngritet shumë hulatshme. Kjo bën se njeriu mund me stagnu edhe në çështë në aspektin e kompanisë tonë, po për shkak asaj na që është tregu. Ja kemi pas rastin tash për këto 2 vite, shteti vetë ose mos oslo bën ndalimin e ndërtimeve të reja. Edhe shqiptarë që kjo vetë ju tregon se po s'ke pas punë më herët mi bë, do të prish derisa të hapet tregu prapë. Këtu janë ato ndikimet eksterne, domthonë ndikimet e jashtme, në vendim politik ose komunës ose shtetit mund me bën si me prek tregun në cilën të ekziston, kështu që çdo herë do të më konë njëri pak, do të më konë vigjilent edhe me kënd çdo herë i gatshëm ndryshon sipas Drilon, derisa tash ju kthim nga pikpim ose punës direkt që punon ju, tash pe dim tanë se bani shumë punë ndryshme, shumë pak në sektorin privat, më shumë në aspektin industrial, domethënë kompanitë moja, sikurse cekeve edhe vetë me emën, s'po i përsërisim ata, po nga këto bojrat, nga këto materialin që e përdorni ju, domethënë ka ndryshme edhe çka është sot më atraktive në treg përdoret. Gjitha e përmend akrilin, për shembull, akrili në realitet nuk vjet buket mura, e vjet fokës. Po pa marrë parasysh më ka shumë gjëra shumë më të mira se sa më herët. Kualiteti ka ndryshuar. Është shumë e vërtetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Për ne produkti është një prej gjëra më të rëndësishme për me pas për me kryer një projekt me kvalitet. Domethënë produkti është shumë e rëndësishme. Ngjyrat, që ne përdorim është shumë e rëndësishme. Edhe gjitha produktet tjera që janë të nevojshme janë të rëndësishme. Për arsye ne kemi vendore këtu të vendet apo këtu vendet. Ne në realitet e përdorim Jutunin ku e jemi blerës tek ta jemi në realitet kompania e molerisë. Po. Me numër nisi blejm Newton në Norvegji. E këto kemi këto 8 vitet e fundit. Edhe kjo na ka bën neve me mendu lokal, domethënë nuk kemi nevojë për fuqi punëtore jashtë vendit, po i bëjmë këtu i kemi në Norvegji në Sandefjord që zakonisht prodhohet të gjitha. Kjo na bën me kënë shumë të përshtatshëm për kërkesat ambientaliste si janë këtu kërkohet ka standarde të veçanta edhe ka ambicie shumë të larta për se si sa do të më kenë ekologjik ngjyra, sa do të më konë ambientune, me konë përshtatshme për ambientin, për shëndetin, temperatura për shumë rëndësishmëri. Këtu japim shumë rëndësi, është pjesë e kvalitetit, nuk nëse ne përdorim produkte që nuk janë të
kvalitative ose nuk i kanë nuk i Dhe nuk janë një ora. Ashtu Nuk i pra, ju pësim jep juve kushtet mundësi që tona. ta keni edhe atë referencë më të mirë pastaj se Që jutuni është numër ne, kemi shumë produkte tjera, kemi shumë tjera producenta të skandinave sidomos. Kështu që zgjidhje ka shumë brenda produkteve. po besoj që edhe makineria që përdorin për këto i keni Po është shumë e rëndësishme, domthonë teknologjia që ne përdorim natë ashtu për shembull ne nuk bëjmë kursyme, as të lloj kursym, nuk kursejmë në asnjë mënyrë kur puna tek përdorimi i mjeteve për punën se e bëjmë projekte. Kjo është shumë e rëndësishme se nëse ne donim ekonominë, sidomos kjo është efektiviteti, është efektiviteti, është produktiviteti ngritet atëherë kur ti i pari në përdorimin e makinave inovative, të cilat vinë shumë shpejt, ne jemi ata të partit si përdorim dhe i provojmë pjesën e dërmuesve makinave që dalin për përpunimin e sipërfaqeve nëpër ndërtesa. Domthonë me një fjalë kjo punë e krahut fillon e bën tak, më pak edhe punëtorët e nin vetëm pak më jo fizikisht lodhen. Ne do të me bëm sa më shumë punë, sa më shumë produktivitet me aq më pak punë, duke përdorur mjete tjera. Nëse ne dojmë me mbet në treg edhe dojmë të jem lider, ne do të çdo herë t'ju përshtatëm nevojave edhe aty në kërkesat që vinë në treg. Tregi është në zhvillim sipër çdo herë, ndryshon shumë herë, ashtu është edhe makinat që e përdorim na, teknologjia, aplikacionit tash e kemi edhe domethënë AI, inteligjencën artificiale, e cila është shumë e dobishme, domethënë na veç kemi filluar me përdorur në shumë aspekte brenda zyreve. Kjo neve na bën çdo herë më kon në trend, po nëse ne ngelum diçka për këtyne, atëherë pas 5 viteve të jashtë tregut. Drilon një pyetje kështu pak se thjesht, prapë jemi te boja, te të gjyra ato. Çka i bani kur jesin, ai gjuni apo ajo se tash në realitet ju nuk gjuhen asnjë, janë gjitha ngjyra, domethënë kthehen në vende ku janë milë stacionet ose janë kthehen për reciklim ose po të gjitha domethënë nuk ne paguajmë normal për gjitha ngjyrat që kthehen prapë në stacion. Po kjo kënaqësi me të vërtetë edhe me dëgju Drilonin, sepse ai e tregon atë pasionin e punës, pasionin e interesimit, inovacionit, lehtësimin e punës punëtorit, sigurimin e këto është diçka me të vërtetë kjo që kërkohet për më ardh deri te ajo pyetja që gjithmonë ne kemi dëshirë kur i promovojmë njerëz e të njëjtën kohë edhe i motivojmë gjeneratat e reja, i motivojmë njerëz tjerë që kanë dëshirë me nis këtë biznes ose janë në këtë biznes, se çka duhet, çysh duhet për me arrit ato suksese, me fitu çmime, me fitu trege si Artea që ka fitu shumë çmime. Kështu që çka kishe thonë për shembull se po afrohet me Kaladale edhe fundit, cili është mesazhi edhe porosia prej Drilonit dhe Arteas për gjeneratat e ardhshme që dojnë këtë branshë ose dojnë me nisën këtë branshë. Unë mendoj se ata seriozisht mendojnë me fut në tregun e ndërtimtarisë. Po më parasysh në cëllën fushë mbrana saj, unë mendoj se nëse ka besimin tamam për me fut, atëherë do të për shkak se do të me përcjell ato që i thet zamra. Edhe unë shoh se është një mundësi shumë e mirë për gjithë ata që duhen me pas sukses mbrana fushës së ndërtimtarisë. Norvegjia është ende aktuale për me mujt mja kriju kushtet shumë shpejt, një trio të cilët don për pak vite me mujt me kriju diçka të vetën. Për arsye se ka mungesë, do ketë mungesë edhe më shumë këto vite të ardhshme sipas statistikave, edhe kjo do i jap hapësirë shumë më të mirë se so ndoshta më merr me lamia tjera. Unë e di vetëm një gjë se kohën e fundit në Norvegji ka qenë para 10 viteve, ka qenë shumë aktuale për shembull, e kanë programer ose IT expert. Ndërsa sot është një elektriqar ose një si merret me një bojaxhi ose një murator, është më i kërkueshëm se so në IT për shkak se të gjithë rinia e kanë pas një fluks tek
tek teknologjia sot AI-ja për ndryshon tash edhe nevojat e tua për so ki nevojë për një programer, për një edhe për një kontabilist për shembull ose për një jurist, sot shumica për këtyre mund më përshtetje nëpërmjet AI-s, ndërshon në realitet fusha ndërtimtarisë ka më kanë pak më e vonueshme, tek kjo pjesë për arsye se punën fizike nuk mund me bën ende AI-ja, kjo na vjen edhe më shumë u zhvillue. Kështu që mundësitë janë shumë të mira, vetëm duhet me pas besim edhe duhet me pas kurajo. Gjonat e mira nuk vijnë shumë shpejt, e dojnë kohën e vet, por në fund shpërblehesh mirë. Bravo. Drilon, po him pak temës alla shqiptarçe. Po. A keni ndonjë kompani shqiptare që ju bashkëpunoni? Derisa e ceke edhe tha numrin vet diku 150 punëtor keni. Besoj që keni shqiptar kompani. A keni kompani tjetër mike që ju bashkëpunoni? Ne kemi disa kompani, po në realitet kur kthehem se në kontraktor tonë, domethënë kemi shumë pak kompani, se bashkëpunojmë, ne jemi të fokusuar zakonisht të realizojmë një pjesë të madhe të projekteve tona me kapacitetin tonë, me njerëz që kemi mbrana kompanisë. Kjo është një ndër filozofitë e kompanisë në realitet, nga fillim. Për atë arsye nuk kemi shumë, por kemi shumë partnerë të ndryshëm. Edhe shqiptar, edhe norvegjez, edhe të huaj nga gjitha vendet. Kemi shumë lloje, për shembull tek ne si kompani kemi shumë përmi 18 lloj nacionalitetesh. Sa të punojmë bashkë brenda kompanisë tonë, kështu që jemi kulturel kompani kjo. Kjo e mirë, në realitet kjo edhe mendohet që të jep një talë më pikërshet. Ajo na bën neve mentalitetin çdo secilit. Po ajo na bën neve shumë më atraktiv. Për arsye se një pjesë e madhe e fuqisë punëtore janë në realitet vijnë nga lloj-lloj vendeve. Edhe kur vin një vend ku njerëzit janë lloj-lloj, edhe kanë vinë nga shumë nacionalitete ndryshme, atëherë ata përshtaten shumë më mirë. Se so me shku vetëm tek një kompani vetëm në norvegjez ose vetëm me është shumë e rëndësishme kjo. Kjo është e kënaqësi me të vërtet me dëgju një profesionalist, një njeri me kompetencë shumë të madhe, që din me ta shpjegu edhe punën, din me ta shpjegu edhe realitetin, suksesin e gjitha ato. Tash jemi njoftu me Drilonin, jemi njoftu me Artea, do me thonë, e keni nëse hyni aty e shini projekte që janë fotografiat e gjitha ato të faqe atyre. Unë ma menja që kjo nuk është hera fundit që është Driloni tek ne këtu, është fillimi, e pastaj ka dale, do të bisedojmë, do të bojmë ndoshta një podcast ku him pak më shumë detale, edhe tregojmë sende shumë më interesant për vetë ngjyrën, kvalitetin, përpunimin asajna, punën, realizimet, kohënat, e shumë gjëra tjera që shumë janë interesant, sepse është diçka që edhe vetë shteti çdo herë edhe krejt partitë politike folin që nisjani me shku ka fagli, i te kena shumë. Dentista, krejt këto e në mush, do me thonë, po fagli mere se zanati, do me thonë, ajo sune fiton kur teknologjia, sune mun ato, se duhet njeri me qenë aty, duhet njeri me përdor ato. Unë të falenderoj shumë që ishe sonte me ne, edhe erdhe, edhe respekti madh, ne jurojmë juve shumë suksese, të njëjtën kohë do t'ju përcjellim këtë kohën, që se jemi të mburën me këto kompani që t'i shtym edhe tjerat kompani që të arrin këtë suksesin që ka Artea, e më e mira është që nëse ja merr mendja dikujna se qysh e tek e bëni telefon e thirr Drilonin ose vllon ose dikon tjetër atje, hajde konsulto pa parë është. Edhe me siguri se një rrugdalje gjendet, ose një vizion tjetër ta tregon, për shembull, që mos më gut me gabu e mandena give up, nuk bën ashtu. Kjo është ajo e tëra, për shembull, që është interesant me bashkëpunu, e të njëjtën kohë nëse s'din vete ndihmon garant 100%. Faleminderit shumë që ishte sonte me ne, ne urojmë suksese juve, Arteas, edhe gjithë atyre 150 plus punëtorëve që i keni atje, edhe dorë Zoti që ta shohim Artean edhe me lyje dhe shpinë e bardhë në Washington ka dalë se aty vepi vim pak ma mermenja. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve, faleminderit për ftesën që më keni. Edhe hapësirën që më keni jap. Po, Alushi tha shumë fjalë për juve, edhe ishte kënaqësi të jesh në emisionin ton. Ju urojmë suksese, sikur që i keni pas suksese për gjithë këto vite, edhe në të ardhmen, e po që vi kanë të këndshme familje, se duhet t'i përkështohemi ka pak edhe familje edhe ne. Patjetër. Faleminderit shumë.
Faleminderit, suksesi.